Çka I bën dëm dhëmve mas shumti, çfarë këshille ki për kret njerëzit për çysh me mbrojt dhëmt, po edhe çfarë metodë domethënë përveç se mi la dhëmt rregullisht. Po, Milani janë një aftë. Një javë. Teknika e larjes është shumë e rëndësishme. Teknika? Teknika edhe kogjatësia, se pacient zakonisht thonë po I lava, I lajmë. Ta di pak e doktor Athunjem të dita jo. Vëmbet, I sekond, shikoni pak më kujdes. Vëmbet, më korrigjon nëse më gabim. Nuk lahen kështu drejt. Normal, apo jo, Jo. Siç e kam mësu. Vëmbet, sepse vëmbi është si ura, ke parasysh, vëmbet lahen kështu. Apo jo. Te mishit nga dhëmbi. Po. Kështu në këtë formë lahen vëmbet. Pra që të mësoni. Ti mos më shikosh apo më mësu me la dhëmë. Apo jo, dok? Edhe kogjatësia. Ale vazhdojmë. Se momentin unë I them shpesh pacientave. Them ti hin në banjo dhe I lan sa sekonda. Them se koha në banjo është shkon katale. Them ti mos rrim në banjo, se ato 10-15 sekonda e kryva. Po del kështu televizor, hen pështy, bile një 2 minuta, një gjysë. Po. Ai kështu më rregull është 3, po. Hajde le. 3 minuta duhet mi la dhëmbët? Çështu në gjithë bëj hecin këtë banesën tu I la dhëmt kështu televizor. Për shumë më mirë, kështu televizorin shkon shtyn, kthehesh. Se nuk më rrihet veç në banjo me kështu pasqyre. Po, se është pak monotone. Pastaj peni dhëmbë. Peni nuk e përdorin shpesh. Do thonë, dhëmbët kanë kontakt njëri me tjetrin. Shky kontakti nuk pastrohet ndryshe. Pa më parasysh reklamave të brusha. Brusha nuk futet aty. Atër, bile një herë, momentin që mësohesh, bile një mramje, do më thonë 30 sekunda të merë me hinë mes këtë dhëmbëve. Po. Edhe mjafton, peni dhëmbët, edhe... Brusha, tash, këta që kanë ura, ose implante, ose kanë briketa, proteza që I drejtojnë dhëmbët, ata vesh duhet të marrin edhe water pick. Është një maqinë me ujë, me shtypje, water pick, I thojnë, ose shqip, se në dhonë shtypje me ujë atë. Se ajo në karikë stomatologjike që e kemi neve. Po. Edhe I fut dhëmbët, ose në qëse se përdor penin, bila ato duhet me përdor. Abdene ja fut përfuni dhëmbëve të mishi, përfuni ura që me hek ushqimin. Edhe është shumë e mirë. Pacientat e mishi që qas implantet gjithve I thamë me marë. Edhe me përdor të njëtë. Edhe sa më pak sheqer. Sheqer po se po. Si energy drink, a janë shumë të dëmshëm? Edhe ato janë acidike, kështu që edhe ato janë pak dëmshëm. Po. Edhe kum dëgju një herë se masi ki hangë diçka acidike, ose ki pi me diçka acidike, mos mi la dhëmbët me një heri, po mos pari me pi pak ujë. Me shpëla, po. Me shpëla mos pari. Po, ka shumë tash, aty duhet edukim. Unë të fëmijët pacientat, për shembull, prej 2002-s, I kam hala, tash, nëse I kam bërë fëmijë, I rrit fëmija, edhe I edukojnë nësë. Edhe din, valla, din shumë. Din gati sa një stomatolog. Absolutisht, po, sepse tanë gjithë kohës aty... Se në eduku, edhe të mastaj hinë edhe vetë lexojnë. Edhe edukojnë tonë kohën. Edhe shumë njerëz nuk e dinë se sa më rëndësia është shëndetësia e dhëmbëve, mishit dhëmbëve. Shëndetja fillon prej gojës. Nëse goja nuk është të shëndosh, atë... S'ka si gjë shëndosh. Shumë smundje tjera vinë. Shumë e vërtet. A është aroma e gojës nga dhëmbët shpeshherë? Po, fetor ex ore I thojmë, po... Si quhet ajo? Fetor ex ore, është latinisht, thojmë. Okej. Po era e gojës është vjen pi dhëmbëve, vjen mund të marrë prej infekcionit mishtra dhëmbëve, kariesit, dhomit prej shpërfuni, plot sanave tjera, po mund të jetë edhe prej fytit. Domethënë pi bajavë, në tonsillave. Mund të jetë prej lukthit, po duhet shofim pi shkafit. Mund të jetë pi dhëmbëve të përhershëm, që I thojmë dhëmbë të pjekurisë, varet. Okej.